Kontur. Në udhkryqin ku takohen tradita dhe ndryshimi, Malisheva shfaqet si një vend që frymon me historinë e vet dhe ecën me ritmin e së ardhmes. Projekti Kontur e paraqet këtë hapësirë përmes një pasqyre të qartë të jetës, njerëzve dhe vlerave që e mbajnë gjallë identitetin e saj. Në këtë rrugtim, Këshilli i Bashkësisë Islame në Malishev është zë dhe veprim, kujdes për shpirtin e qytetit dhe lidhjen e vazhdueshme me njerëzit. Ai udhëheq me qetësi e përkushtim, duke bërë besimin pjesë të përditshmërisë dhe bashkëjetesës. Ndërkaq, projekti i xhamisë së Kievës vjen si përgjigje ndaj një mungese të gjatë. Në hyrje të autostradës, në një hapësirë ku për rreth 30 kilometra nuk gjendet xhami, ajo pritet të bëhet një pikë ndalese e adhurimit, që do t'i shërbejë banorit, udhëtarit e kalimtarit. Jakub Gashi nga Këshilli Organizativ na flet më shumë për zonën strategjike, rëndësinë që kishte dhe ka Kieva, për bukurinë që do t'i shtohet pas përfundimit të kësaj xhamie. Jemi pikërisht këtu në fshatin Kiev të komunës së Malishevës, një qendër administrative dikur para Malishevës, po tash si qendra e dytë pas Malishevës, të cilën frekuentojnë shumë institucione administrative të komunës së Malishevës në kuadër të kësaj zone, duke u nisur prej shkollës së mesme që e kemi andej, duke vazhduar me qerdhen, duke vazhduar me shkollën fillore, duke vazhduar me shtëpinë e shëndetit, stacionin policor, edhe shumë infrastrukturë tjetër përcjellëse që e bën Kievën si qendër të dytë të Malishevës, e që në premtimet e tanishme shihet që Malisheva i ka dhënë rëndësi jashtëzakonisht të madhe Kievës, e që po e quhen edhe Kieva urbane që do të realizohet brenda 2 viteve. E kjo xhami e filluar të ndërtohet pikërisht në këtë zonë, në këtë frekuentim të madh të fshatrave jo vetëm të Malishevës, por edhe të Klinës dhe të Skënderajit dhe të Drenasit, sepse gravitojmë pikërisht në zonën që lidhet me fshatrat e Drenicës andej. Pa dyshim që ky objekt fetar është madhështor, meqense në historikun e gjatë të Kievës, Kieva dikur në vitin 1942 me i tipin e fshatit që ishte në Kiev këtu, ishte shfrytzuar pikërisht për fillimin e mësimit të shkronjave të parë shqipe apo të shkollës së parë shqipe, e që fatmirësisht unë jam prej trashëgimtarëve që gjyshim atë kohë ka fillu mësim besimin edhe shkronjat e para shqipe në këtë mejtep, e kjo xhami e cila po ndërtohet fal dhurimit të pronës nga ana e Kastriot Gashit, një prej trashëgimtarëve të familjes së madhe të Ramadash Abanit, një familje që e nxeh krejt kombi, një familje kontributdhënëse në pajtime, edhe në çdo gjë tjetër ku vendi i parë mungonte në Kosovë, pikërisht themelet e para të atij ku vendi janë në Kiev të familja Ramadash Abanit, pra kjo familje edhe tash e tregoj veten me dhurimin e kësaj prone për bashkësinë islame, e fal angazhimit dhe kontributit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Malishevë dhe institucioneve të tjera përgjegjëse, sot xhamia po vazhdon së ndërtuari. Presim që kjo xhami të jetë xhami madhështore, xhami kulturore, ku frekuentojnë gjithë kjo kulturë edhe gjithë kjo trashëgimi e jona si Llapush e si Kiev veçanërisht. Në këtë intervistë ai flet për nevojat, potencialet dhe kapacitetet që ky projekt do të ofrojë. Kryetara, mund të na flisni më shumë në lidhje me rëndësinë e këtij objekti? Ky objekt fetar i cili po ndërtohet në Kiev është një objekt plotësues për Kievën, i cili do të shërbejë qytetarëve të saj dhe përveç anës shpirtërore do të ndikojë në avancimin e jetës, në edukimin e brezave të ri, gjeneratave të reja, dhe po ashtu do të shërbejë secili qytetar si të gjitha objektet tjera fetare që janë anëmban vendit tonë. Natyrisht objektin të cilin po e shihni në ndërtim e sipër, i cili tani sa ka filluar të ndërtohet dhe po vazhdon me një ritëm të mirë, duke shpresuar që punimet të vazhdojnë edhe me tutje dhe të finalizohen sa më parë, do të jetë një objekt që do të ketë edhe objekte tjera përcjellëse për nevojat e komunitetit të Kievës. Çka saktësisht do të ketë si objekte përcjellëse? Çfarë nevoja do të shfrytëzohen në këtë objekt? Përveç xhamisë që synohet të jetë objekti kryesor, do të jep mundësi besimtarëve të tjerë rreth dhe shumë qytetarëve të tjerë të vendit tonë, të cilët kalojnë, sepse është një pikë strategjike dhe një qendër në cilën gërthehen shumë rrugë të shtetit tonë, të vendit tonë, do të ketë mundësi që shumë qytetarë të kryejnë obligimet e tyre fetare. Përveç saj, ne synojmë që të kemi edhe klasë për mësim besim,
të kurs mësim besimit, pra të mektebit, po ashtu të kemi edhe objektet përcjellëse për nevojat e komunitetit, si për raste martore apo raste të tjera, dhe me një fjalë xhamia si në të kaluarën në civilizimin islam, po ashtu edhe këtu të luaj atë rolin qendror dhe të jetë një qendër për gjithë komunitetin. Deri tash po e shohim pak a shumë, po na tregoni më saktësisht në cilën fazë janë punimet dhe a ka ndonjë afat kohor kur pritet përfundohen. Punimet kanë filluar me ndihmën e njerëzve, vlen të theksohet këtu se iniciator për fillimin e ndërtimit të kësaj xhamie është një qytetar i Kievës, i cili për momentin për çështje shëndetësore jeton në SBA dhe atje është organizuar me komunitetin musliman shqiptar në SBA, në madisan të SBA-s, konkretisht në xhamin Mesjidul Sunna, të cilët janë organizuar dhe kanë mbledhur një shumë të saktuar të hollave dhe kanë mundësuar fillimin e ndërtimit të kësaj xhamie. Njëjtën kohë edhe shumë qytetarë dhe bamirës të vendit tonë janë duke participuar përmes mundësive të tyre materiale dhe financiare që këto punime mos të ndalen. Nëse ne do të arrijmë që të sigurojmë donacione që të punimet të vazhdojmë, ne synojmë dhe kemi dëshirë që Ramazani i ardhshëm të na gjejë spaku në brenda xhamisë. Por kjo krejt varet sipas mundësive që do të na sigurohen apo sipas donacioneve dhe gatishmërisë së njerëzve për bamirësi. Shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar që ky objekt i rëndësishëm fetar, kjo xhami, kjo shtëpi e Zotit, të fillojë të ndërtohet në Kiev dhe po ashtu i bëj thirrje gjithë qytetarëve të tjerë, duke filluar nga Kieva dhe Mexher, por edhe institucionet tona fetare që të japin kontributin e tyre për të vazhduar punimet në këtë objekt dhe për të finalizuar sa më parë dhe të vjen shumë shpejt dita në të cilën ne do të falim namaz në këtë shtëpi të Zotit, e cila është duke u ndërtuar me një kujdes të jashtëzakonshëm. Mendoj që ne si Këshilli Bashki Islamin Malishev kemi projekte të cilat janë gjithnjë parsorë në të mirë gjithë qytetarëve dhe natyrisht për projekte që kemi përgatitur dhe po presim që të fillojë sa më parë ndërtimi është xhamia qendrore, xhamia e Gurit në Malishev dhe po ashtu jemi duke financuar me mbështetjen e popullatës sonë, besimtarëve tonë, donatorëve të ndryshëm të vendit tonë dhe Mexher në ndërtimin e xhamisë në Kiev. Andaj ftoj të gjithë qytetarët, të gjithë bamirësit të cilët janë të interesuar që një pjesë e pasurisë së tyre të ndajnë për bamirësi, që të japin dhe kontribuojnë për ndërtimin e këtyre objekteve, pra tani objektet në Kiev dhe inshallah shumë shpejt do të fillojmë edhe me ndërtimin e xhamisë së Gurit në Malishev. Bashkia Islame e Kosovës dhe këshillat e saj në tërë territorin e Kosovës janë institucione fetare të cilët kanë një të kaluar dhe një lidhje shumë shpirtërore, por edhe adhetare me secilin besimtar. Andaj duke pas parasysh që sadakaja e cila jepet, bamirësia e cila jepet në këto institucione dhe të cilat janë duke kujdesur për secilin qytetar dhe për nevojat e secilit qytetar të këtij vendi, ne besojmë dhe kemi bindjen e plotë që adresa e duhur dhe adresa më e mirë dhe më e përshtatshme për dhënien e donacioneve, orientimin e tyre janë pikërisht institucionet fetare, të cilat nuk varen nga personat, por janë institucione të popullit, të krijuara, të themeluara nga populli, të mirëmbajtura nga populli dhe që do të funksionojnë vetëm fal ndihmës dhe përkrahjes së popullit tonë, bamirës shumë bojarë. Në Malishev po merr formë edhe një tjetër iniciativë e rëndësishme, projekti i xhamisë së Gurit. Një ide që buron nga dëshira për ta ruajtur traditën dhe për ta zhndërruar atë në vlerë të përbashkët. Projekti pritet të jetë shumë dimensional. Ajo do të jetë qendër e këshillit, vëllatër e dijes, bibliotekë, salla të leximit, po ashtu kënd të fëmijëve dhe veçantia minaret që do të shërbejnë si pikë vrojtimi për qytetin. Xhamia e Gurit pritet të jetë xhamia e parë që do të heqë muret e oborrit të saj dhe do të shërbejë si park për banorët. Ky projekt fantastik është ende në pritje të mbështetjes së plotë të qytetarëve dhe synon të bëhet një monument i besimit e bashkimit. Xhamia e Gurit është një projekt i veçantë, një projekt unik për komunën e Malishevës. Është projekti i përgatitur me kujdes, duke përfshirë në vetveten e tij të gjitha veçoritë e Malishevës, siç është Guri, siç është ujvara, uji dhe po ashtu edhe i mbuluar me një pjesë që këtij objekti fetar jemi munduar natyrisht që t'i japim edhe një pamje me vlera edhe kombëtare. Ky objekt nuk është vetëm një faltore, nuk është vetëm një xhami,
por do të jetë një objekt i kulin në përgjithësi, i cili do të ketë edhe sallat e leximit, do të ketë bibliotekë, do të ketë klasa për mësim, besim, do të ketë gjitha objektet e tjera për sjellje, dhe me një fjalë do të jetë një kompleks i veçantë dhe i cili i përgjigjet nevojave të kohës dhe për vitet e tëra do të jetë një gur lidhës në mes të besimtarëve, qytetarëve dhe objekteve fetare. Inxhinieri Bledi Leshi na tregon për detajet e projektit të xhamisë së Kievës, duke shpjeguar ndërtimin, konceptin arkitektonik dhe funksionalitetin e saj. Ai thekson se kjo xhami është menduar si një hapësirë e hapur, e përshtatur me terrenin dhe shumë e nevojshme për besimtarët. Duke nisë që xhamia e ka një projekt modern, edhe i cili ka vjet e pastra drejta, që nuk ka shumë thymje, ma shumë është fokusu ka pjesa e ndriçimit natyral, e cila është kjo pjesa këtu ku shihet mbrapa nesh, është pjesa e faljes burrave. Mund ceket që xhamia ka pjesën hyrjes të veçantë edhe për gra. E kemi edhe një pjesë të imamit, një si zyre të imamit. E kemi hyrjen, mund të ceket edhe pjesa e kapacitetit për falje, afërsisht dikun 160 deri 180 persona mund më fal. Deri 180 persona komod brenda xhamisë. Komod, po. Duke përfshirë pjesën e burrave dhe të grave. Gjithmonë shka është më e rëndësishme mi cek, ma edhe pjesën e grave, e kemi edhe një ashensor për invalida, për pjesën e grave, që nuk është në xhamia tjera. Hymjen e ka të orientune kryesisht nga pjesa qendrore, domethënë pjesa ku falet, edhe ka parking të mjaftueshëm, duke përfshirë edhe makina dhe që është në këtë rajonin e Kievës, që rruga kryesore që i lidh dy pjesë të Kievës, me thonë, që është si pjesë si qendër e Kievës, po kryesisht për shkak se frekuentimi të madh të kerrave, ku është një rrugë shumë e qarkullueshme edhe mujnë marrë më falë kalimtar të rastit shumë shpesh, përveç pjesës ditore që falet namazet ditore, do të thonë që i shërben nevojave për banorët e këtuit. Ndriçimi natyral ka ndriçim në kupoll, e cila kupoll mundet mu cek, për shembull që është në nëllësinë e kemi 13 metra e 20, është kupolla e rrethune me dritare, besoj që shihet në projekt, edhe janë dritaret me dimensionet begit të mëdha, ku përfshin komplet prej dyshemens deri në pjesën e lartë kupollës ndriçimi natyral, që është shumë e favorshme për një rahati dhe një qetësi shpirtërore, më thonë, më mirë. Mujmë i cek që është të punu me materialet betoni, do më thonë C30, 25-30, klasë qelikut S500, edhe është beton arme komplet. Pi themeleve, themelet i ka shëritore, pllakat i ka masive, është mirë të ceket edhe pjesa e minareve, do më thonë xhamia është me 2 minare, që karakterizon si xhami mjaft moderne, dhe i ka minaret moderne duke përshtatur edhe stilit xhamisë. Kontur përsonte përmbyllet me një mesazh që shkon përtej ndërtimit dhe formës. Është një thirrje për kujtesë, bashkim dhe vizion të përbashkët. Në çdo gur e çdo ide, qëndron dëshira për ta parë Malishevën duke u zhvilluar me rrënjë të forta dhe me shpirt të gjallë. Ky udhëtim nuk mbyllet këtu. Është vetëm fillimi i një rrëfimi që vazhdon me njerëzit, me besimin dhe me punën e përditshme për ta bërë këtë vend më të plotë, më të bukur. Në xhamit, që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i Tij, atë e lavdërojnë në mëngjes dhe mbrëmje, njerëz të cilët shitblerja nuk i pengon për të përmendur Allahun, dhe të cilët falin namazin dhe japin zekatin, dhe të cilët kanë frikë nga dita, kur zemrat dhe shikimet do të jenë të shqetësuara.